Normalisht për neve familjen kjo festë edhe në kohën e okupimit ka qenë shumë date veçantë, duke kujtuar se familja Boletini, jo vetëm Isa Boletini, por edhe para Isa Boletinit, afër 2 shekuj radhazi dha kontributin e saj në çështjen kombëtare. Por mos të harrojmë, edhe në periudhën komuniste, familja Boletini u përzekutua, u burgos, u dëbua, ku edhe shumë anëtar të familjes time, që është nga viti 53 jetojnë në përbot, dhe tanë jam i vetmi trashëgimtari asaj dege që jetoj dhe veproj këtu në Boletin. Prandaj është shumë e veçantë, sepse unë nuk jam vetë kur asnjëherë, duke falenderuar të gjithë kolegët, profesorët, e posaçërisht edhe profesor Skenderin, i cili me punën e tij jashtëzakonisht të mirëfillt, ku edhe tani 13 vite radhazi kemi pas knatësinë që të bashkëpunoj me njëri tjetrin, dhe besoj që edhe jo vetëm për figurat rilindasit, por besoj që profesor Skenderi ka një lavdat që punoj edhe për figurat tona internacionale, sidomos për nanën e madhe, nanën Terezi.